Festivali Sunny Hill ka vendosur që mira turistave që vinë në Kosovë në ditët e ardhshëm për me ndigju muzikë. Mos me i kallëzu vetë muzikë, po me i kallëzu pak edhe historitë Kosovës, andaj e ka ftu Reporting House me artefaktin që i kemi nga lufta e Kosovës e që është makina e blinduar e gazetarit të BBC-s Vaughan Smith. Kjo vetur është Land Rover Defender vitit 1994, ka qenë pronë e gazetarit Smith, e cili ka incizuar në betejën e Prekazit, e cila ka përballu 11 luma gjatë ofenzivës në Prekaz. Pas disa viteve punë, kjo vetur Vaughan Smith ka marrë guximin me ardhur prej Anglisë 2400 km, pa drita, pa fshisa, ka pru prej atjeshit deri këtu. Unë edhe sot si mekanik si cilë mirë me sanimin e veturave, habitin se qysh ka mujt me mëri, me bo të ato kilometra në pleshnin e vetë, me pru këtë artefakt për neve këtu në Kosovë. Land Roveri i blinduar është i vendosur djathtas kësaj shenjës së Sunny Hillit në Kodër dhe do t'jetë i hapun për gjithë vizitorët bashkë me udhërëfysit tonë prej orës 7 deri në 12 çdo ditë gjatë Sunny Hillit, ndërsa muzeu pranë statujës së Skënderbeut dhe te stacioni i trenave është i hapun martën dhe dielën prej orës 10 deri në 8.